Sot është dita e 5 me radhë që në vendin tonë ka filluar rritja e çmimit të derivateve dhe po vrehen ndryshime të mëdha në çmimet e derivateve të naftës, të cilat dallojnë nga një pikë e karburantit në tjetrën. Gjatë lëvizjes në terren, ekipi ynë ka regjistruar sërish çmime të reja në pikat e derivateve në Gjakov. Çmimi i benzinës aktualisht sillet nga 1,28 euro deri në 1,31 euro për litër, ndërsa nafta nga 1,39 deri në 1,49 euro për litër. Dallimet e çmimeve nga një pikë derivatesh në tjetrën po vazhdojnë të jenë të dukshme, ndërsa qytetarët thonë se këto ndryshime po ndikojnë drejt për drejt në shpenzimet e tyre të përditshme. Përveç qytetarëve, edhe bizneset po përballen me kosto më të larta të transportit dhe furnizimit.